konstatuar? Cili presni tjetë impakti? Para se më të përgjigjë direkt në këtë pyetje, që ndërlidhet edhe me pyetjen tonë, është vetë procesi që ka fillu kjo gjykatë prej fillimit, është pa që është politike, është pa që është një pjesë e bashkisë ndërkombëtare, të dashur m'ia bëni një favor, në fakt kanë dashur m'ia bëni një favor Serbisë në këtë rast me krimin e kësaj gjykate edhe eventualisht gjykimin e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Domethënë komplet prej fillimit ka qenë çështje politike. U pa prej fillimit që është një gjykatë totalisht që nuk i përngjan gjykatës. 3 vjet janë marrë peng pa akt akuzë, s'po që aty dikon ofër 3 vjet janë marrë pa akt akuzë, pa fillu gjykimi, 3 vjet janë marrë në burg, domethënë të izolum krerët e UÇK-s. Edhe 3 vjet pastaj ka zgjat procesin, në fakt ata një farë forme ata kanë vujt dënimin, po bëhen 6 vjet të izolum, pa pas mundësi asnjëherë, domethënë gjitha ato kërkesat mbrojtjes për lirim me kusht, edhe kur ka pas mbështetje nga disa shtete palë treta, shtete treta për garancë për lirimin e tyre me kusht, që nuk i ka përfill gjykata e Hagës, domethënë i ka shpërfill secilën kërkesë të mbrojtjes, domethënë ata në fakt dënimin pothuajse e kanë marrë 6 vjet në burg. Ndërsa çfarë ndikimi do të ketë te bashkia ndërkombëtare? Mendoj që ndikimi sigurisht varësisht prej vendimit që do të merret, sigurisht që ka më pas edhe efektin e vet. Nëse vendimi është lirues, edhe nëse bjen akt akuza që përmendi Iliri për ndërmarrje përbashkët kriminale, nëse ajo bjen si pjesë e akt akuzës, atëherë mendoj që qasja e bashkisë, sigurisht që kjo ka qenë shumë pozitive në raport me bashkinë ndërkombëtare, edhe raportet tona me ta. Për shkak se